Imagjinoni vëllezër dhe motra në përjetësi. Sa gëzim do kemi. Është diçka që nuk krahasohet me kishën e Krishtit. Dhe Krishti thotë që unë erdha thotë për ata që kanë nevojë për shërim. Ato që kanë nevojë për çlirim. Për ata njerëz që njerëzit e tjerë nuk i llogarisin fare. Për të lodhurit, për të coptuarit, për të braktisurit, për ata që i kanë hedhur me tanë. Për ata njerëz erdhi Krishti. Erdhi për ata njerëz që nuk janë shumë të zgjuar në këtë botë, që ndjehen të vetmuar, që ndjehen hiq. Për ata njerëz erdhi Krishti. Dhe ne gjithë ishim të tillë. Po mos ishim të tillë, nuk do ishim këtu. Jo garantoj unë. Thot fjala e Perëndisë që në kohët e lashta Perëndia fliste me profetët. Por tani në këto kohë, përsëri fjala e Perëndisë, thot me fjalë që na flet me anë të Birit. Dhe kur njeriu merr ungjillin e vën përpara, nisën të ta lexoje, nisën Perëndia dhe i flet në zemrën e tij. Ashtu siç na foli të gjithëve neve, besoj. Apostoli Gjon thot, po jo o them këtë thot që edhe ju të keni bashkësi me atë. Ne e pam, e soditëm, e prekëm, jemi dëshmitar që vdiq në kryqin e Golgotës dhe u ringjall. Dëshmitar. Dhe djalli në kohët e fundit don që ta deformoje këtë fjalë. Don që ta bëje këtë libër, ungjillin e Jezus Krishtit, si një libër mbar. Si një libër që nuk mund ta bekojë njeriu. Si një libër që nuk ka fuqi që ta çliroje ta bekoje njeriu, haleluja. Këtë do me bë djalli. E din thot që pak kohë i ka ngelur akoma, e din që është i gjykuar, dhe si një luan thot, vërsillet, që të përpijet, të gënjeje, të kafshoje, akoma thot dhe të zgjedhur, si një luan thot, por nuk është vëllezër. Një është luani Judes, haleluja, Jezus Krishti, ai është luani vëllezër. Jo o them nga përvoja. Kur erdhi rrebeshi në jetën time, se të gjithë ne do vije. Nuk ka njeri në këtë botë që nuk do vije rrebeshi në jetën e tij. Shtuhia. Kur mora lajmin, u gjynjëzova dhe thash, Krisht tani çfarë bëj? Çfarë bëj tani? Dorëzoj përpara teje. Lavdizoj. Dhe me të vërtet, për ne quhemi kisha e Pentekostisë. Dini pse? Sepse ne besojmë në Pentekosti. Besojmë tek fryma e shenjtë. Ne besojmë që Perëndia pagzon me frymën e shenjtë. Ne besojmë që Perëndia flet me frymën e shenjtë. Amin. Përndryshe nuk do ishim këtu. Halleluja. Nuk do kishim gëzim në zemrat tona. Dhe me foli fryma e Perëndisë dhe me tha që kjo betejë është betejë ime. Unë do luftoj për ty. Ti vetëm qëndro. Halleluja. Lavdi Zotit. Dhe i arriti Krishti. Vetëm Krishti i arrin. Kur kush tjetër. Asnjë njeri. Lërini premtimet elektorale. Këtu është Krishti, atje është Krishti, atje është Krishti. As gjëkundi nuk është Krishti. Krishti është vetëm në kishën e tij që e ka ndërtuar me gjakun e tij të shenjtë. Dhe ne këtu nuk jemi që të bëjmë të zgjuarit,
Ne nuk jemi këtu që të bëjmë se sa i bukur jam, sfilat mode. Ne nuk jemi këtu që të tregojmë njëri tjetrit sa të mençur jemi. Ne nuk jemi këtu që ne të tregojmë çfarë fuqie dhe pasurie kam. Aleluja. Pasuria jonë vëllezër është në qiell. Ne nuk jemi qytetarët e këtij vendi. Ne jemi qytetarët e qiellit. Ne nuk jemi qytetarë dhe nuk kemi vend këtu ashtu si Abraham i tha që ai jetonte në përqadra, s'kishte para, s'kishte pasuri, s'kishte pushtet, sigurisht, shumë i pasur. Dhe shërbëtor kishte, dhe pasuri kishte, dhe njerëz në sundim, por ai thonte me një fjalë, Abrahami shikonte thot tek qyteti që teknik dhe krijues është vetë Perëndia. Nuk e di a ke mall për mbretërinë e qiellit. Unë se kam parë, kam shumë mall. Me të vërtet ju them. Lavdi Zotit. Sepse thot më poshtë aty te kapitulli i besimit që shumë njerëz nuk i morën premtimet e tyre, por si e thot, Perëndia ju adhuroi përpara se ata t'i shijonin. Ju adhuroi. Edhe kështu do rrojmë vëllezër. E marr kërkesën time, nuk e marr, me dëgjohet lutja, ma jep Perëndia, nuk ma jep, unë do qëndroj me Krishtin. Jezusi i Nunit tha që unë dhe familja ime do kremtojmë Perëndin. Do i lutemi Zotit, nuk do ikim, nuk do largohemi. Lavdi Zotit. Ju falenderoj shumë nga zemra që keni ardhur sot në kishën e Krishtit. Shumë ju falenderoj. E dini pse? Sepse shumë gjëra mund të bëshit sot përveç kishës. Dikush punon 6 ditë, dikush ka punuar natën, dikush është i lodhur, dojë të çlodhej, dikush ka rregullu, ka dasën, ka një mort, nuk e di çfarë ka, dhe zgjodhen të gjithë të vim në kishën e Krishtit. Për çfarë? Që të na ndërtojë Zoti. Të vim të lëm barrën, peshën. Dhe kur të ikim nga kjo derë, të ikim të bekuar, të çliruar, të lehtë, jo me barrën që erdhëm. Nëse unë vi me barrën që erdha dhe iku përsëri me barrën që kam, diçka nuk bën mirë në jetën time, lavdi Zotit. Prandaj sot do hapim zemrat, të rikujtojmë edhe një herë fjalën e Zotit, premtimin që na ka dhënë, sepse Ungjilli është testamenti jon, dhe kjo ka vlerë pasi ai që na ka lënë trashëgiminë, dhe në këtë moment ka vdekur Krishti për këtë testament. Atë thot që dëgjova nga Ati im, atë po ju them. Çfarë më tha Ati, të gjithë ja u tregova. Ju thot nuk jeni thot shërbëtorët e mi, nuk jeni të huaj. Ju jeni shokët e mi. Do më mend kur isha fëmijë me shokët e mi, gjithë ai thonim. Pa me gjithë shokët, jo me gjithë, kisha 2-3 që i banim gjitha së bashku. Po kur njohta Krishtin, ja them shokut tim më të mirë, i vetmi që më kupton. Në dobësinë time, kur më gatoj, kur bie, kur humbas besimin, kur në jetën time më duket çdo gjë e vrazhë, çdo gjë e errësuar, çdo gjë me një fjalë pa shpresë, i them shokut tim, Jezus më ndihmo. Dhe ja them të gjitha ato që kam në mendjen time, në zemrën time, lavdi Zotit. Keni shumë të fala nga kisha e Brukselit, nga vëllezërit atje, veçanërisht nga bariu i kishës, më tha, kudo që të shkosh dhe takon vëllezër, jepi të falat e mia, lavdi Zotit. Gëzohemi për ju, mësojmë të rejat, kisha ecën, vepra bekohet. Ta dini vëllezër, atë që hap Perëndia, asnjëri nuk mund ta mbyllë. Atë që mbyll Krishti, asnjë njeri nuk mund ta hape. Prandaj të rrim të qetë. Mos u merr akos. Jo po vepra, jo po si do shkoje, jo po ky problem. Qetëso, shiko shëndrimin tënd. Shiko ti pëlqesh Krishtit. Ke kaq mangësi ti. Ti do e ngresh veprën në krah. Ne do e ngrejmë vëllezër veprën në krah. Ne. Çfarë na tha Krishti që të bëjmë ne? Shkoni në gjithë botën, predikojeni këtë Ungjill
Dhe pasi të predikohet në të gjithë botën do vije fundi. Dhe kush beson çfarë do bëjmë? Ti mbaj tek shtëpia ime? Atje tek mua, këtu, unë, ti je imi, e kam parë vëllezër, për jo them. Vinë të shtëpia aty e kap të një anë, këtu, ti je imi. Po e garantoj vëllezër që asnjë shpirt i tillë nuk qëndron në kish. E dini pse? Sepse është vepër mishore. Nuk i pëlqen Perëndis ajo. Nëse mbani mend atë shërbëtorin përtac që Zoti i dha një talent i cili e fshehu, më bën shumë përshtypje. Edhe atë që ka, thot merrni dhe jepi atyre që kanë. Po ç'a kishte? Asgjë s'kishte. Vëllezër, atë që ka merrjani dhe jepin atyre që kanë. Tek zbulesa do lexojmë te kapitulli 22 që të gëzohemi të gjithë. Të gëzohemi me fjalën e Zotit, e cila na forcon, na jep shpresë dhe ushqet dhe shpirti jon. Kapitulli 22. Dhe me tregoi lumin e pastër të ujit të jetës, të shkëlqyer si kristali që dilte për i fronit të Perëndisë dhe të qëngjit. Në mes të rrugës së qytetit, këtej e andej lumit, pema e jetës që jep 12 fruta dhe jep çdo muaj një frut. Dhe gjethet e pemës janë për shërimin e kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Edhe do të shohin fytyrën e tij dhe emrin e tij do të jenë mbi ballin e tyre. Dhe natë nuk do të ketë atje, edhe nuk kanë nevojë për llamp, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon dhe do mbretërojnë në jetë të jetëve. Dhe më tha, këto fjalë janë të besuara dhe të vërteta, dhe Zoti Perëndi i profetëve të shenjtë dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti. Ja, unë vi shpejt, lum ai që ruan fjalët e profecisë së këtij libri. Dhe unë, Gjoni, jam ai që pash dhe dëgjova këto gjëra. Dhe kur dëgjova dhe pash, rash përmbys për të adhuruar përpara këmbëve të engjëllit që mi tregonte këto gjëra. Dhe më tha, shiko, se mos e bën, sepse unë jam bashkëshërbëtori yt dhe i vëllezërve të tu, profet, dhe të atyre që i mbajnë fjalët e këtij libri, adhuro Perëndin. Dhe më tha, mos i vulos fjalët e profecisë e këtij libri, sepse koha është e afër. Kush është i padrejt, le të vazhdojë të jetë i padrejt. Kush është i ndyr, le të vazhdojë të jetë i ndyr. Kush është i drejt, le të vazhdojë të jetë i drejt. Dhe kush është i shenjtë, le të vazhdojë të shenjtrohet. Dhe ja, unë vi shpejt dhe shpërblimi im me mua, për t'i dhënë gjithë secilit kundër do të jetë vepra e tij. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që i kryejnë urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën për pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Por jashtë janë qend, magjistarët, kurvarët, vrasësit, idhujtarët dhe kushdo që bën gënjeshtërën. Unë, Jezusi, dërgova engjëllin tim që t'i dëshmoje këto gjëra për kishat. Unë jam rrenja dhe pasardhja e Davidit, ylli i ndritshëm i mëngjesit. Dhe fryma dhe nusja thonë, eja, dhe ai që dëgjon le të thotë, eja. Dhe ai që ka etje le të vijë, dhe ai që do le të marrë si dhuratë ujin e jetës, po i dëshmoj të gjithë atyre që dëgjojnë fjalët e profecisë së këtij libri, nëse ndokush do të shtojë këtyre gjërave, Perëndia do të shtojë mbi të plagët e përshkruara në këtë libër, dhe nëse dikush heq nga fjalët e librit të kësaj profecie, Perëndia do t'i heq pjesën e tij nga libri i jetës dhe nga qyteti i shenjtë dhe nga gjërat që janë përshkruar në këtë libër. Ai që dëshmon për këto gjëra thot, po,
unë vi shpejt, amen, po, eja Zoti Jezus, hiri Zotit ton Jezus Krisht, qoftë me ju të gjithë, amin. Nuk e di a gëzosh për këtë fjalë që dëgjom. Prandaj është e rëndësishme, vëllezër, që kur dikush lexon fjalën e Perëndis, unë e bëj edhe kur dëgjoj predikimet e shtëpia ime. E hap Ungjillin dhe i vë re më fjalë ku po lexon. Unë për veten time të gjitha i kaloj nga filtra e frymës së shenjtë, akoma dhe një varg kur dëgjoj në Viber që shikoj, ose akoma dhe dëgjoj, të paktën 99% mundohem që ta shikoj nga Ungjilli. Po pse më vëlla, ka që ashtu mosbesues je? Jo, nuk jam mosbesues. Më pëlqen ta shikoj. Dhe shpesh herë ju them njerëzve, me lejoni ta hap Ungjillin, më fjalë që ta vërtetoj dhe ta shikoj, sepse mbase bëj gabim. Dhe fjala e Perëndis na thot me një fjalë që është ushqimi i shpirtit. Nuk ishte e vështirë për Krishtin në shkredetir atje ku mblidheshin turmat që t'ju jepte të hante dhe të pinte. Shumë njerëz dëgjuan për Krishtin, shumë njerëz u bekuan nga Krishti, shumë njerëz u çliruan nga demonët, shumë njerëz u shëruan, u dhuroi dritën e syve, qalaman ecën përsëri. Imagjinoni tani, tjetri mos kishte një këmbë dhe të qelet një këmbë. Imagjinoni. Dora ishte e thatë, mos të ekzistonte dhe Krishti ta shëronte dhe t'i dilte dora. Lebrozët të shkojnë në rrugë dhe t'i shkojnë dhe të tregojnë veten e tyre tek mësuesit dhe tek priftrinda e asaj kohe, të shërohen dhe vetëm një të kthehet. Shumë çudi më bën. Shumë çudi. Shpesh herë mendojmë Krishtin sikur është shërbëtori im. Kështu mendoj. Tek 4, tek 6, tek 5, kështu kujtoj. Jezus Krishti, vëllezër, nuk është shërbëtori im. Megjithëse ai thot, erdha thot ju shërbej. Biri i njeriut nuk erdhi këtu thot që ta shërbejnë, por erdhi të na shërbej. Misioni u krye. Fjala u predikua. Erdhi me dëshirë dhe u kryqëzua në kryqin e Golgotës. U bë shkak që ne të shpëtohemi. Dhe asnjë njeri nuk mund shkojë në mbretërinë e qiellit nëse nuk rilindet. Nëse nuk rilindet, nëse zemra ime nuk ndryshon, nëse zemra ime nuk vdes për këtë botë, ashtu thot si fara që e hidhet në tokë dhe vdes, dhe pasi të vdes ajo farë çfarë bën? Sjell fryt. Kështu dhe jeta jonë, vëllezër. Duhet që të vdesim për këtë botë. Dhe mos të themi që Krishti është shërbëtori im. Jo, ai është shpëtimtari im. Ai është Zoti im, Perëndia im. Është ai që do më marrë, do më shpije tek Ati Perëndi. Do më prezantoje si një nuse që është stolisur dhe përgatitur dhe shenjtruar dhe e pastër, e papërlyer, pa asnjë lloj rrudhe. Kështu do na prezantoje Jezusi Krisht. Vëllezër, Jezusi çfarë ishte për të bërë bëri. Tani është rradha ime. Shembull thot po ju lë. Kur mori peshqirin, e vuri në brez dhe nisi t'ju laje këmbët nxënësve. Kur i lexojmë çfarë bëhet në zemrën tonë. Si ndjehemi? Më të lartë se Krishti? Më i mirë se Krishti? Më i shenjtë se Krishti? Si ndjehem në zemrën time? Si e shikon vëllai tëm? Do të lutem shahidhin një sy. Kam luftuar, vëllai ju i ka luftuar me këtë tema. Halleluja. Si e shikon motrën ti? Që pas ka veshur sot? Çfarë rrobe pas ka veshur sot? Pas ka lyer flokët.
që nga lyer sot, kush të ka vënë ty gjykatës të gjykosh tjetrin? Kush? Kush më ka vënë mu gjykatës që të gjykoj ty? Kush? Ti vdiqe për mua? Unë kam vdekur për ty? Apo Krishti ka vdekur për të gjithë ne? Krishti ka vdekur për të gjithë ne. Nëse dua të lyhem, do lyhem. Nëse dua të qëndroj ashtu, do qëndroj tek Zoti im po vete. Dhe prandaj kisha quhet spital, vëllezër. Dhe në kish do të ketë doktora, kardiolog, do të ketë njerëz që infermier, njerëz që pastrojnë, që shërbejnë, që hapin dyer, që kujdesen, që puthin, i përqafojnë. Të tillë do të jemi. Do të jemi shërues. Nuk do të jemi gjykues, vëllezër. Sepse me të njëjtën metër që ne gjykojmë të tjerët, me të njëjtën metër do të gjykojmë edhe ne. Duhet të përqafojmë njerëzit. Dhe njëherë Fryma e Shenjtë kështu na foli në kish. Të tillë njerëz do sjellë Perëndia, të lodhur, të raskapitur, të goditur nga jeta, të goditur nga djalli, nga Satani, vëllezër të dashur. Sepse njerëzit nuk kalojnë mirë jashtë, nuk janë të lumtur, kanë trishtim, mërzitje, janë në hallet e mëdha. Ti ke jetën e përjetshme, je pakzuar me Frymën e Shenjtë, të ka dhënë një dhunti, dhe nga njëherë nuk je zoja të vish në kish, dhe shikon tjetrin se çfarë vesh dhe çfarë flet dhe si qëndron. Çdo njeri do të shikojë veten e tij, vëllezër, sepse kohërat janë shumë të mbrapshta. Krishti u ringjall, është në të djathtën e Atit dhe ndërmjetëson për ne. Shpesh themi, unë jam mirë frymërisht. Eja, thot fjala e Zotit, të them unë sa mirë je. Ti nuk ke mësuar akoma si të lutesh. Nuk ke mësuar. Ti s'din çfarë ke nevojë në jetën tënde. Prandaj thot tek Romakët, tek kapitulli 8 nëse s'bëj gabim, tek 28 varg. Nëse doni ta shikoni. Tek tek 26. Po ashtu edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dim çfarë të kërkojmë në lutjet tona. Shënojeni. Sikur se duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me pëshërëtima të patregueshme. Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët sipas Perëndisë. Lavdi Zotit. Halleluja. Nuk dim, vëllezër, pse mos ta pranojmë? Pse mos jemi njerëz të thjeshtë? Pse ta ankohemi? Perëndia ka përgatitur gjithë këto mrekullia këtu. Fundi, ajo që lexuam, kapitulli i fundit, thot më një fjalë nusja, thot, dhe kush dëgjon le të thojë eja Krishti Jezus. E themi në jetën tonë, eja Krishti Jezus. Apo dikush që është i pamartuar thot, prito Zot të martohet. Apo dikush që është i rënë në besim thojë, prito Zot, nuk jam gati. Asnjëherë nuk do jesh gati. Po ta thot i liri. Ti do jesh gati vetëm me hirin e Krishtit. Asgjë nuk mund ban jetën tënde pa Jezus Krishtin. Tu ta vësh në zemrën tënde këta. Duhet që të jesh i sigurt për të që po them. Pa Jezus Krishtin, asgjë nuk mund ban jetën tënde. Ti lëm mençurinë dhe sikur ne diçka me demek që po bëjmë.
Sa vite ke në besim? Kam në besim. Ku është fryti yt? Ku është familja jote? Ku janë fëmijët e tu? Ku janë shpirtrat që ke sjell dhe ti ke dëshmuar jashtë? Ku është fryti jot? Shpirtrat po bërtasin jashtë dhe thrasin bim dhe i liri përpara televizorit. Shikon një serial, shikon serialin tjetër, shikon dhe tjetrin. Kështu i thash Krishtit kur vajta në Belgjikë, ora shtëpi, punët venin mirë, perfekt, për shëshmëri. Kur kush nuk më ngacmonte, isha i vetëm, me gruan me 2 fëmijë, ishte në fillimet e saja, isha dhe larg, kisha arsye. Çdo mbasdite, në divan, televizorin. Çfarë jetë? Ku isha atje ku isha? Çdo ditë në kish, çdo ditë bashkësi, fliste fryma e shenjtë. Të bëj një pauzë nga gjitha këto. Bukur, nxjerrim para tani. Edhe i shtria kam atje, të më falni vëllezër, por ju dëshmoj atë që kalova unë, keni kujdes. Shtria kam atje, televizorin, 12.000 kanale, sa kisha 20. Ku të doja unë? Çfarë të doja unë të shikoja? Edhe një ditë u qova, pam. Jo, i thash Ilir, kjo s'është jeta jote. S'është jeta jote kjo. Nuk je i tillë ti. Nuk ke mësu Krishtin në këtë mënyrë. Krishtin ndryshe ke dëgjuar. Ndryshe ke jetuar me Krishtin. Dhe fika televizorin dhe u gjunjëzova dhe u penova vëllezër të dashur. Thashë Zot të më falësh dhe të më ndihmosh që të bëjmë më pak gabime. Më pak. Dhe nisa të lutesha për shpirtrat. Nisa të lutesha. Dhe pas pak ditësh më solli Perëndia shpirtra afër meje. Aleluja. Pastaj kisha kohë që të merresha me shpirtrat. Vëllezër. Kisha kohë. Ta dini këtë. Ju dorëzova Perëndis. Ju dorëzova Krishtit. Aleluja. Dhe çfarë nisi? Nisi një betejë frymërore, vëllezër, që të interesohen për shpirtrat, të interesohen për njerëzit që humbasin. Sepse kur të shkojmë në mbretërinë e qiellit, duhet jemi të tillë, që kemi dhe fryt në jetën tonë, dhe fryti të qëndrojë tek ne, lavdi Zotit. Dhe erdhi vllai, erdhi njani, erdhi tjetri, lavdi Zotit, dhe familjet e tëra janë ungjillizuar. Ma përherë je perfekt, thua? Jo, nuk jam perfekt. Betejë është, vëllezër, betejë. Ku bekon Zoti? Në unitet, në bashkësi. Kjo çfarë është? Është stacioni përfundimtar që do vijë Krishti në rrëmbeje, vëllezër të mi të dashur. Aleluja. Lavdi Zotit. Kjo është dita që na ka dhuruar Zoti që ne të gëzohemi, të shijojmë Krishtin, të shijojmë Perëndin, të shijojmë frymën e shenjtë, të shijojmë njëri tjetrin, aleluja, si bij dhe bij të Perëndis, si të shpëtuar, si të mëshiruar, dhe si qytetar të qiellit, aleluja. Dhe Gjoni është dëshmitar që nga kapitulli i parë, dhe nuk shikon më një Krisht i cili qëndronte në rrugët e Jeruzalemit, në Samaria, në Juda, në Betlehem, të predikonte dhe të fliste për ardhin e mbretërisë së qiellit. Por shikon një Krisht të lavdishëm, një Krisht i cili ndriçonte i tëri, një Krisht të plot fuqishëm, lavdi Zotit. Aleluja. Një Krisht ndryshe, në greqi e thënë me një fjalë o Kristulis, me një fjalë një Krisht i vogël, nuk është më ky Krisht. Nuk është më një Krisht e cilën e zun dhe e burgosën, e rrahen, e torturuan dhe e vun në kryqin e Golgotës dhe vdiq për mëkatet tona.
si një qëngjë pa zë, thot, kur e çojnë në thërtore. Ky është e Krishti jonë. Ky është heroi im, vëllezër. Haleluja. Nuk e di, është heroi jot Krishti. Ky është heroi im, vëllezër. Ai është gjëja më e shtrenjtë dhe më e mira që kemi në jetën tonë. Po fëmia im është i shtrenjtë, po jo si Krishti. Sepse po mos jetë Krishti nuk do ta adhuronte. Lavdi Zotit. Dhe Gjoni shikon tani një Krisht të lavdishëm, i cili Krishti i shfaqet Gjonit dhe i flet kishave. Dhe në 7 kishat që flet fjala e Perëndis, nuk ju flet vetëm barive të kishave, por na flet të gjithëve neve. Flet për dashurinë e parë, flet për shikimin, flet vëllezër për mëkatin, flet për zellin, flet me një fjalë që për shumë gjëra. Vëllezër, do të jemi të ndjeshëm me fjalën e Zotit. Ta marrim seriozisht në jetën tonë. Sepse kjo fjalë do na çojë në qiell. Aleluja. Lavdi Zotit. Dhe apostulli Pjetër thotë që fjala e Perëndis është si një llamb në këtë errësirë të kësaj bote. Është si një llamb që ndriçon. Mbani mend 10 virgjereshat. 5 që ishin të pamend dhe 5 ishin që fjetën të gjitha, thot fjala e Perëndis. Ato që ishin të urta, të mira, me një fjalë kishin vaj kur erdhi dhe dëgjuan zërin në dhëndrit. Po 5 të tjerat nuk thot që ishin mëkatare. Keni kujdes vëllezër. Thot ishin të pamend, nuk menduan për të ardhmen. Dhe shpeshherë jemi si Idramiu, që jemi të humbur në përkish. Kemi rënë në përskuta, kemi rënë në poshtë bankove dikun. Vi në kish iku, nuk ndryshon asgjë brenda meje. Pse? Ka faj njani, ka faj jo, vëllezër, unë kam faj. Unë do të zgjohem nga gjumi. Unë do të vendos çfarë dua me jetën time. Unë duhet të mbushem me frymën e shenjtë. Dhe njeriu që mbushet me frymën e shenjtë, as edhe një herë nuk do bëjë gabime. Pse? Sepse është i mbushur me frymën e shenjtë dhe Perëndia që banon brenda tij nuk e çon në gabim, vëllezër të dashur. Bani mend Krishtin, bëri kun gabim. 40 ditë thot në shkretetir, pasi i erdhi Uria, vajti djalli dhe e tundoi. Dhe si fliste? Me fjalën e Perëndis. Është shkruar. Është shkruar. Është shkruar. Nuk do kapim diskutim si që kapi Eva. Me të vërtet ju tha djalli. Me të vërtet ju tha Perëndia që do vdisni. Jo fiks kështu. Hedhi ata. Shigjetat, i hedhi. Dhe këto thot fjala e Zotit, që të marrim gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të qëndrojmë në ditën e keqe që do vije, në ditën e vështirë, vëllezër të dashur. Prandaj dhe fillon armatimi i Perëndis me përkrenarën, Pse që mos të dëgjojmë, të mbyllim hermetikisht veshët tanë, të kemi mburojën e besimit, ta lëvizim vëllezër. Prandaj është që të presesh gjitha shigjetat e djallit, lavdi Zotit. Dhe ju flet Krishti 7 kishave. Dhe sot është midis nesh. Është tu Krishti. Është tu man të frymës së shenjtë. Nuk e di a ndjen ti, unë ndjej. Lavdi Zotit. Kemi gëzim vëllezër. Kemi hare në zemrat tona. Të tillë njerëz jemi vëllezër që shpeshherë bijem, mëkatojmë, bëjmë gabime, por përsëri vim në vete dhe themi o Zot, na ndihmo, na laj me gjakun tënd të shenjtë. Dhe sot është dita që të gjithë do ikim këtu të bekuar. Pse? Sepse Perëndia ka përgatitur bekime për ne, lavdi Zotit. Bekime. Mos ik pa Krishtin sot. Mos ik pa të prekur Krishti sot. Mos ik pa lënë barrën te këmbët e tij. Sepse barra që ke dhe ikën përsëri me barrën që këtu do rënohet nesër pas nesër. Do bëhet më rënd. Dhe do jetë shkaktare pastaj e shumë problemeve në jetën tonë, lavdi Zotit. Prandaj vëllezër, thot Krishti që ejani të kun, gjithë ju që jeni të munduar, të lodhur, të raskapitur, ju gjithë që keni peshë në zemrat tuaja. Ejani të çlodh, ejani të çliroj, lavdi Zotit. Ejani të kun, gjithë ju që nuk keni fuqi,
Gjithë që nuk keni argjend, kështu thot tek Isaia. Ngushllojeni popullin tim. Dhe ne kemi nevojë për ngushëllim, vëllezër. Dhe kushdo që të vije këtu në këtë podium, vëllezër, unë besoj që flet Perëndia. Tjera kam menduar, vëllezër. Tjera kam menduar me veten time, kam marrë majtas, djathtas, jam munduar dhe me këtë bi fjalë, cilën fjalë, vëllezër? Perëndia do jap atë që don. Ai, atë që ka nevojë kisha. Prandaj edhe Krishti jo flet 7 kishave. Çfarë i thot? Ato që ka mungesat, por i thot dhe bekimet që ka. Na vdi Zotit. Dhe ne duam që t'i ngjasojmë asaj kishës së Filadelfisë, e cila kishte një fuqi të pakët, e cila e ruajti, thot, fjalën e Perëndisë, dhe sepse e ruajte fjalën e durimit tim, dhe unë do të ruaj ty nga ora e sprovës që do të vijë mbi gjithë botën, për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Ja unë po vi shpejt, mbaje fort atë që ke, që të mos marrë ndokush kurorën tënde. Kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do të dalë më kurrë përjashta, dhe do të shkruajnë mbi të emrin e Perëndisë tim dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim. Lavdi Zotit. E lexuam në të kapitulli 22. Dhe Krishti din nevojat e gjithëve neve. Din çfarë ke nevojë. S'kam bukë, s'kam shtëpi, s'kam para të paguaj qiran, nuk kam. Sa të vështirë jemi që të themi na mbush o Zot me frymën e shenjtë. Na mbush me prezencën tënde. Na mbush o Zot, sepse bukë do ham, vëllezër. Nuk do na leje pa bukë. Nuk do na leje pa paguar qiran, pa paguar dritat, ujin, gazin, pa gjitha këto. Nuk do na braktisë shpremtimi i Perëndisë. Por kërko gjërat frymërore. Kërko mbretërinë e qiellit. Përpara në gjitha të tjera do t'ju jepen, thot fjala e Perëndisë, lavdi Zotit. Dhe fundi, Krishti thot, pash dhe tregoi lumin e pastër të ujit, dilten prej fronit të Perëndisë dhe qengji në mes të rrugës të qytetit, këtej andej lumit pema jetës që jep 12 fruta dhe jep çdo muaj një frut dhe gjethet e pemës janë për shërimin e kombeve. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë më, dhe në të do të jetë froni i Perëndisë dhe i qengjit dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Dhe do të shohin fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi ballin e tyre. Dhe natë nuk do të ketë atje dhe nuk do ketë nevojë për llampë, as për dritë dielli, sepse Zoti Perëndi i ndriçon dhe do të mbretërojë në jetë të jetëve. Amin. Aleluja. Në tokën e re, në mbretërinë e qiellit, nuk do ketë det, nuk do ketë diell. Do jetojmë, vëllezër, me trupa të paprishëm. Ktu është bërë gjykimi, përfundimtar. Kush nuk është gjendur i shkruar në librin e jetës, u hodh, thot, në liçenin e zjarrit. Por ne, vëllezër, kemi marrë një vendim që të ecim me Krishtin. Amin. Të ecim me Krishtin. Nuk kemi kthim pas. Kthim pas, vëllezër, motrat e dashura, na thot fjala e Perëndisë, kujtoni gruan e Lotit. Kishte çudi ç'të ndodhe pas. Perëndia kishte folur Lotit dhe kishte thënë që mos asnjë nga ju mos të ktheje kokën pas, se në moment që do ktheni kokën pas, do humbisni. Nga njëherë çudia, çfarë të bëj? Ato kalojnë mirë atje. Ato defren, argëtohen. Shi çfarë dhëndresh ka në botë. Po. Shi çfarë djalit është. Shi sa i mirë është. Dhe djallit ta dini, vëllezër, që është kundërvu familjes tani. Do ju lutesha shumë. Burrat të duan gratë e tyre. Ti duan t'i respektojnë për atë që janë. Sepse kur ishe i ri dhe isha i ri, i thonin po, s'ka grua tjetër si ti. S'kisha parë ndonjëherë grua të tillë. Por kur nisin dhe zbardhin e qik,
pasi dhe ka lindur 2-3 herë, 4, 5, sa je Perëndia, trupi nisën dhe deformohet dhe nisi dhe e fye. I kam dëgjuar vëllezër, për ne jo them, që mos t'i bëni. Dhe nisën dhe kullët syt majtës dhe djathtas. Gratë të respektojnë burrat, t'i nderojnë ata. Dhe burrat të duan gratë e tyre, ashtu thotë si Krishti don kishën e tij, kështu dhe burrat kanë detyrim ndaj grave të tyre që t'i duan dhe t'i respektojnë. Fëmijët, t'i doni vëllezër, t'i përqafoni, t'i keni nga afër, sepse djalli është gati t'i përpije në botë. Dhe do ju lutesha, jeni të kujdesshëm, çfarë flisni në shtëpi, kundra kishës, kundra vëllezërve, shkatrim total i fëmijëve. Shkatrim total. Shumë të kujdesshëm. Të qëndrojmë si që qëndrojmë në kishë me kulturë dhe respekt, kështu të qëndrojmë dhe në shtëpitë tona, në punrat tona që na ka dhuruar Zoti, dhe shumë të kujdesshëm. Ma vëlla, kam folur nga njëherë. Zoti na ndihmojë të gjithëve. Dhe kush nuk ka folur? Gjetë, që e dorën një që s'ka folur? Ka guxim kush? Ja të tillë jemi ne. Por ne do kërkojmë hir, vëllezër tani. Hir të ngrem mëngët dhe të ndërtojmë këtë vepër që është vepër madhështore. Të qëndrojmë afër shërbëtorëve të Perëndisë, ato që na ka dhuruar Zoti. Mojsiu, vëllezër, lexojeni historinë e Mojsiut. Si ishte, i ngadalë në të folur. 40 vite i vetëm atje me dele. Po ku ishte Mojsiu që kishte lavdinë e parë? Që pau 2 njerëz, thot një egjiptas dhe një ebre, pasi u zun, i erdhi keq me fjalë dhe unë atos për egjiptianin që e goditi patriotin e tij, vllain e tij, dhe vajti dhe e vrau, thot. Por ditën tjetër kur pau përsëri, shikojeni vëllezër, nuk janë rastësi këto. Gjitha këto i lejon Zoti në jetën tonë. Perëndia i lejon. 2 vëllezër izraelit po zgjeshin me njëri tjetrin. Dhe përsëri ai kujtoi që do ta dëgjojnë. Dhe vajti t'i ndante. Dhe i thanë, çfarë don ti tani, të na vrasësh siç vrave egjiptianin? Dhe u qiu dhe iku dhe 40 vite në shkretëtir. Harroi të fliste. Nga që unë kam qenë çoban me dele, imagjinoni çfarë i thonë deleve. Tu, anej, tej, kjo ishte folja e tij. Prandaj edhe kur vajti Krishti e gjeti të zbrazët. Po ta lexoni te kapitulli 11, tek kapitulli i besimit, shikojmë një fjalë që Mojsiu thot, u zbraz si njeri. Zgjodhi thot që të vuante me popullin e Perëndisë, duke konsideruar që Perëndia kishte përgatitur diçka më të mirë, më të bekuar. Kundërshto që t'jetë biri i vajzës së Faraonit, në pushtetin e tij nuk ishte që të zgjedhë çfarë të donte, por ai shikonte përfundimin. Dhe këtë do të shikojmë dhe ne, përfundimin, vëllezër. Ku do shkojmë? Kalojnë vitet e jetës. Kalojnë shumë shpejt. Do të kemi gëzim dhe hare. Dje vajta në 2 shtëpi që kishin pasur vaki, kishte vdekur njerëz, kishte vdekur burri, tjetër babai. Dhe kjo është i krishterë, vëllezër, ku vete mbjell paqe. Vajta, hyra brenda, e ngushëllova dhe as 2 minuta, vëllezër, nisëm të flasim gjërat e Perëndisë. Si i bjen Perëndia kaq bukur. Dhe nisëm të flasim dhe gëzoj dhe qeshte. Janë të trishtuar njerëzit, por nuk t'jemi edhe ne të tillë, të trishtuar, pa shpresë. Ne kemi një shpresë të lume në jetën tonë. Kemi Jezus Krishtin, kemi ngushëlluesin, frymën e shenjtë. Dhe në fund, kur u ngrita qetikja, i thash të bëjmë dhe një lutje. Halleluja. Lavdi Zotit. Dhe bëmë dhe një lutje
ju lash paqen e Krishtit në shtëpinë e tyre dhe ika. Po çfarë do ndodhe me ata njerëz? Perëndia e din. Perëndia. Vajtet përsëri tek tjetra, siç ju thash, tek vejusha, i biri aty, kunati, erdhi një komshi aty, u bëm një gati 10 veta, folëm në fillim 2-3 minuta, si i solli përsëri Perëndia fjalën. Përsëri për Krishtin, përsëri për fjalën, për gëzimin, për shpresën, për haren. Zoti ngushëllon zemrat. Dhe nisha t'ju tregoja gjërat madhështore në Ungjil. Dhe nisha t'ju lexoja. Ma vlla, ti shkoje ti ngushëllosh aty përdikosh. Haleluja. Ne kudo që shkojmë, mendimi jon dhe gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është që ne të flasim për dashurinë e Krishtit. Gjërat madhështore, ato që ka përgatitur. Dhe ju thash me një fjalë që këto duhet dëgjoni te kisha që veni. Nuk çortova njeri vëllezër, ne nuk çortojmë njeri. Pse e bajnë ato ashtu, pse e bajnë ashtu? Mu më jepet rasti, do flas për Krishtin. Këtë e thot Ungjilli. Dhe ju thash me një fjalë që do të merrni Ungjillin, ta lexoni dhe ta vëni në praktik. Dhe Krishti do ju ndihmoje. Pse? Sepse duhet që emrat e tyre të shkruhen në librin e jetës. Duhet, vëllezër. Shpirtet po u iku nga kjo botë pa Krishtin do humbasen në përjetësi. Në përjetësi. Dhe nuk e di ja u kam thënë, para 2 vitesh pothuajse humba baban tim. Dhe Perëndia bani një vepër madhështore. Dhe problemi që kisha, ajo ishte që ju thashë në fillime, erdhi rrebeshi, erdhi era e fortë, erdhi që të më lëkunde themelët vëllezër. Dhe tek Mateu kapitulli 7, nëse bëj gabim, na flet për 2 themele, për 2 njerëz. Njëri ishte i pamend, thotë që ndërtoi një shtëpi në rër, shpejt e shpejt, shikoj sa bukur është. Dhe tjetri që ndërtoi mbi shkëmb, me vështirësi, me mund, nuk është e lehtë që të ndërtosh në shkëmb. Pse? Sepse du të kundërshtosh veten tënde, fuqinë tënde, diturinë tënde, çdo gjë. Por thot tek të 2 erdhi rrebeshi, vështirësia dhe problemi në jetë. Tek e para që ndërtoi në rër, thot rrafot shtëpia e tij dhe u dëgjua krisma. Kurse ai që kishte ndërtuar mbi shkëmb, qëndroi shtëpia e tij dhe më foli Perëndia që unë do luftoj për ty. 13 ditë reanimacion në Shkodër me babën tëm. Në fillim, pse më keni sjell këtu? Ai s'ec të dot vëllezër. Nuk ec të dot. Pse më sollët? Në vrikose, i shante, Zot dhe Krisht, shante, fyende. Por unë i sigurt brenda në zemrën time, që Zoti do bëjë mrekullira. Do bënte gjëra madhështore. Thjesht prisja fundin, vëllezër, që të shijoj atë që do bënte Zoti. Aleluja. Kjo është, vëllezër, çdo gjë shikojmë fundin e gjërave në jetën tonë. Dhe fundi jon, vëllezër, është mbretëria e qiellit. 13 ditë me të, reanimacion, lavdi Zotit me lejonin, rria ditë natë me të, net të para, aty ku kishte qetësi absolute, i thoja, babë, bëj një lutje. Jo, më thënde, mirë, lutesha unë, ikja më përtej, ngrija duart lart dhe lutesha. Ma vlla nuk pate turp, që më intereson mu çfarë thot njëri dhe tjetri. Unë kam problemin tim. Këtu po vdes babai, po vdes njeriu im. Dhe nëse ikën pa Krishtin do humbasen në përjetësi. Dhe ngrija duart lart dhe thoja, o atë Perëndi në emër të Krishtit, bekoje baban tim, shpëtoje baban tim. Eja me prezencën tane, zbuti zemrën. Sa kaloshin net, e 3-ta, 4-ta, 5-ta, i thoja, babë, bëjmë një lutje. Flasim në orë të vona, ishte 2 natës, 3 natës, dhe pastaj pranoj. Nuk tha po, por me sy thotë po, dhe unë e kuptoja.
dhe i thoja që tani që do lutemi, s'ka rëndësi t'i thuash me zë, për brenda teje të dëgjon Zoti dhe brenda teje të thuash dhe ti lutin që do them unë. Dhe nisem të luteshim. Nisa ti i thoja vargje nga Bibla, pjesë dhe copsa që bënte Krishti në jetën e njerëzve. Tek Isaia që Krishti erdhi dhe u kryqëzua, që u kryqëzua për mëkatet tona, për shkeljet tona, për sëmundjet tona. Halleluja. Qengji i Perëndis ta gjon pakzori, ai që do ngreje mëkatin e kësaj bote. Dhe e prezantoi dhe thotë që unë nuk e dija, nuk e njihja. Por Zoti më kishte thënë që atë që ti Gjon do shikosh që të zbrese fryma e shenjtë, ai është qengji i Perëndis. Halleluja. Dhe e pau, dhe dëgjoi dhe zërin e Atit, dhe tha që ky është biri im që më ka pëlqyer, që jam i kënaqur me të. Dhe sa afroshin ditë vëllezërit e mi të dashur, këtë nuk jo them që unë jam frymëror, jo, një si ju jam edhe unë, i dobët. Një njeri që ka nevojë Krishtin gjithmonë, por që të merrni kurajë vëllezër, që të na shtohet besimi të gjithëve. Halleluja. Dhe netët e fundit po afroheshin ditët që të ikte, të dilte nga kjo jetë, më thonte po, sa herë që i thoja të bëj një lutje. Deri në ditën e fundit, derisa Perëndia lejon, nuk duhet që të humbasim shpresën, duhet që të këmbgulim. Prandaj na ka vënë Perëndia aty, që ne t'u flasim të tjerëve, lavdi Zotit. Dhe aty në reanimacion, nuk pyet vdekje e ri dhe i vjetër, nuk pyet mosh. Dhe pasi vëllezër më vuni Perëndia në zemër që tikja, të kthehesha në Belgjik, ishte ditë e premte, mora avionin nga Tirana, ika, dhe në fluturim me sipër, më zuri gjumi. Nuk ishte nga lodhja vëllezër, jam i sigurt, për Perëndia me vuri në gjumë dhe pash një ëndër. Pash një ëndër që po diskutonin dy njerëz të rinj. Dhe e kuptoja që njëri ishte Krishti dhe tjetri ishte baba jem. Keni parasysh në ëndër kur diçka është frymërore, e kuptojmë ne të gjithë, sepse gjërat frymërore frymërisht mund t'i përdallojmë. Ato mirë thënë. Amin. Dhe po diskutonin. I tha, je gati, i thonte Krishti, je gati të shkosh në shtëpinë e re. Dhe i tha, baba jam, po, i tha, tani jam gati të shkoj në shtëpinë e re. I ke marrë qelsat, i tha Krishti. I ka marrë qelsat, tha. Aleluja. Edhe u zgjova, thash, pas ka ikur baba jam. Ky fragment ishte vëllezër, zbres poshtë, marrë vllain tim, por duhet ju them vëllezër që në fillim ishte i zymt, siç është dheu i tokës. I zymt ashtu, i rrësuar. Por çdo natë që kalonte, çdo natë me lutje dhe me dëgjimin e Ungjillit, fytyra e tij hapej, ndriçonte, sepse erdhi drita vëllezër në jetën e tij. Aleluja, lavdi Zotit. Prandaj vëllezër, thot fjala e Perëndis për kishën e tij, që kisha është si një qytet që qëndron në majët e malit dhe natën është e pamundur që mos të duket. Pse? Sepse ndriçon. Kështu është kisha Krishtit. Na tha dhe neve, ju jeni drita botës, ju jeni kripa kësaj bote. Ne japim shije vëllezër njerëzve, japim shije kësaj bote, me foljen tonë, me qëndrimin tonë, me sjelljen tonë. Ne ndriçojmë njerëzit vëllezër të dashur, duke qenë ajo drita në këtë errësirë të kësaj bote, duke qenë një pishtar, duke i treguar që Jezus Krishti është i gjallë, të don dhe ty, dhe nëse je mëkatar, ta dish që aty ku ka tepruar mëkati, ka shumë tepruar dashuria e Krishtit për ty. Aleluja. Dhe qëllimi vëllezër i Krishtit nuk është të gjykojë botën, thot, nuk erdha të gjykojë botën, por erdha ta shpëtoj botën. Aleluja. Dhe zbrita nga avioni, marr vllain tim, i tham, iku babi. Jo, më dha. Por ka një paqe, thot, është kaq i qetë sot. Kaq i qetë. Sa
Gjithë janë çuditur si ka mundësi. I thashëm në fytyrë si është, çfarë do të tham tha ai, tha, ndriçon. Aleluja. Ndriçon. Dhe kur vajta në shtëpi, të nesër në ditën shtune, në mëngjes iku nga kjo jetë. Dhe kush ka qenë në varrim, vëllezër, ca vëllezër nga këtu kanë qenë, ajo nuk ishte një mort, po ishte një dasëm. Nuk isha i mërzitur, vëllezër. E vetmja mërzia imja ishte sepse kur të vija përsëri nga Belgjika nuk ta shikoj tek shtëpia. Por jo sepse iku nga kjo jetë, sepse vitet kalojnë shumë shpejt dhe kam këtë shpresë që një ditë do ta shikoj. Amin, vëllezër. Lutemi për gjithë njerëzit tanë, lavdi Zotit. Pra, deri sa të vijë ajo ditë, ne duhet ta mbajmë fjalën e Zotit, të pandryshuar. Nuk do të themi s'ka problem, ka problem, vëllezër. Nëse jam i dobët dhe nuk mundem që ta zbatoj tani, do këmbgul në lutje, do them o Zot më ndihmo, por nuk do ta predikoj të tjerët majtas dhe djathtas. Të them s'ka problem gruaja, le ti lyje flok. S'ka problem, nuk i shikon Zoti këto. S'ka problem, nuk e shikon njëri, nuk shikon tjetrën. Dhe kanë gjetur tani karamelen. Nuk e shikon Zoti të jashtëm, vetëm të brendshmën, me të vërtetë. Po të ishan sot tani me mangë të shkurtra, me tatu, me vath, me flokë të gjata, me panallona të shkurta, çfarë do thonit për mua? Gjykimi është i juaj, vëllezër. Perëndia nuk tallet. Nuk mund ta vëmë në lojë ne. Nuk mund ta mbysim dërgjegjen tonë duke thënë nuk i shikon Perëndia. Të gjitha i shikon Perëndia, por ne vetëm thjesht kërkojmë hir nga ti o Krisht, na ndihmo që të zbatojmë vullnetin tënd, të zbatojmë fjalën tënde, lavdi Zotit. Falenderojmë Perëndin. Dhe jashtot janë mëkatarët, ato që mëkatojnë, magjistarët, dhe ai vjen thot shumë shpejt, shpërblimi im thot është me mua, për t'i dhënë gjithë secilit sikundër do të jetë vepra e tij. Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, i pari dhe i fundit. Lum ata që i kryejnë urdhërimet e tij, që të kenë të drejtën në pemën e jetës dhe për të hyrë në portat e qytetit. Lavdi Zotit. Por në fund, vëllezër, dhe ta mbyllim me hirin e Zotit, ai që dëshmon për këto gjëra thot, po unë po vi. Nuk është Gjoni, vëllezër. Gjoni shkruaj ti vetëm. Por ai që dëshmon për këto fjalë është vetë Krishti. Vetë Krishti. Ja thotun po vi, shpejt, amen, po eja Zoti Jezus, hiri Zotit ton Jezu Krisht, qoftë me ju të gjithë. Amin. Amin. Hiri i Zotit ton Jezus Krisht me të gjithë ne. Amin. Mbas ditë e iku në orën 4 fluturoj, pra ne qëndrimi im do jetë i shpejt. Falenderoj Zotin për gjithë juve, gëzojmë jashtë mase, Perëndia din sa gëzojmë, mbrëna mejet, mbase nuk e tregoj dot, por Zoti e din. Nëse nuk takohemi përsëri, do takohemi me hirin e Zotit në qiell. Amin, vëllezër. Të qëndrojmë, vëllezër të dashur, në unitet, në dashuri, në thjeshtësi, dhe ai që ka nisur këtë vepër madhështore do ta përfundojë. Luma i njeri që bëhet bashkëpunëtor i Perëndisë. Luma e grua, ai burr që qëndron në thjeshtësi, në përulësi që Zoti i përdore. Amin.